datën 11 shkurt dhe më pas në 13 mars, kur Erun Velia ju përball me gjykatën për mas në arrestin e Burg, situata para SPAK dhe gjykatës së posaçme ndryshoi ndjeshëm. Një turmë e madhe e kryesisë mbështetës së Partisë Socialiste dhe përfitues të fondeve të bashkisë protestuan kundër drejtësisë, ndërsa më 13 mars vendi ishte bosh. Nëse analizojmë me kujdes, është e qartë se kjo nuk kishte një rufe në qiell të hapur. Kryeministri Edi Rama kishte kohë që përgatiti këtë moment. Fillimisht ai e lejoi që Velia të diçte të gjitha kartat, të zhvillonte shfaqjen e tij politike dhe më pas, kur erdhi momenti i dur, ja mbylli të gjitha dyert. Ky proces nuk nisi me dosjen e SPAK, por shumë më herët, si pjesë e një strategjie të mirë menduar nga Edi Rama. Këto janë 3 hapat e Ramës për izolimin e Veliajt. Dobësimi në parti. Në fillim të vitit 2024, Rama kritikoi Veliajn hapur në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, duke i ulur peshën politike. Ai futi në lojë figura të tjera si Ogerta Manestiliu, Elisa Spiropali, duke fragmentizuar fuqinë e Veliajt në parti. Zëvendësimi në bashki. Me arrestimin e Veliajt, Edi Rama mori kontrollin e Bashkisë së Tiranës. Ai vend mbikëqyr projekte dhe drejtorë duke i dhënë fund ndikimit të Veliajt në administratë. E treta, heshtja e grupit parlamentar. Deputetët e Partisë Socialiste që dikur e mbështesnin Veliajn urdhëruan të heshtin, madje edhe ata që tentuan ta mbrojnë. Si Etienne Xhafaj u qortua publikisht nga Edi Rama. Mirë po, pyetja kryesore mbetet, çfarë përfiton Edi Rama nga izolimi i Veliajt? Nëse kjo ishte një lëvizje koordinuar mes Ramës dhe SPAK-ut, atëherë duket se kryeministri ka dashur ta eliminojë një rival të mundshëm dhe të konsolidojë më tej pushtetin e tij. Veliaj, dikur një nga figurat më të fuqishme të Partisë Socialiste, sot është i izoluar dhe i braktisur, ndërsa nga ana tjetër Edi Rama vazhdon të mbretërojë i paprekur në politikën shqiptare.